Radio Bendi. Cila është këshilla e radhës nga ti? Sot janë 6 qëllësa të rëndësishëm për të qëndru të në jetën i motivu. Atëherë po i dëgjojmë se cilat janë këto 6. Edhe mish këshim njësë me një historia, ku një djalë i ri njerë kështë pas shku të një plak i urtë i Kinës, por me mësu sekretin e suksesit. Me të më rri ati, kështë pas thonë ati ka marrë këtu me mësu këtë sekretin e suksesit. Atëherët, ki plak i urtë, ja ktheu shumë shpejt, pa sekreti i suksesit qëndron tek motivet. Ky djalë i ri e pyet tha, e ku mund unë me i gjetë të motive? Plaku ja ktheu tha tek dëshirat e ndezura, tek dëshirat e kallta, të flakta. Ky djalë i ri thash, po ja kthem prapë, ku i kemi thënë këta dëshirat ndezura, këto dëshirat të flakta? Ky plaku po e kupton që ky nuk po e kupton këtë esencën e kësaj tyre fjalëve të tina. Atëherë shkon me një farvenje e bën një kove me ujë e vush, thot hale shikoj veç këtë kove. E shikon ky djalë. Duke shikuja merr ja fut kokën në ujë. Edhe në minutat, sekondat e para normal nuk ka asnjë lloj reagimi, as kur gjë. Po kalojnë 6-7 sekonda fillon ky veç me livrit ka pak, ky djalë. Po ky plaku kines për janë bëna ende kokën në kovë aty me ujë, derisa pas një 15 sekondave ky për jep zonë ma shumë tash, me qit kryet me çdo kush prej ujit. Edhe me gjitha të forcën e qet kokën prej ujit, edhe i thot, a dashtë me myta, çka është kjo punë? Thot, jo, këtu dashtë me marrë një mësim, çfarë mësimi u dashtë ne këtu me marrë? Thot, ngati djalë jam, thot, ti gjatë sekondave të para nuk u urvate hiç me nxjerr kokën pe kovës. Pasi motivet i ke pas në zanafillin e ty, motive të vogla. Mandej kur fillova pak me lëviz, fillon motivet e tua mu përforcu. Edhe fillove me rezistu, me bo tulli farë orvatje vetëm me nxjerr kokën pi ujit. Po enda ato motivet e tua për jetë nuk ishin shumë të narta. Kur motivet e tua dhe dëshirat e tua u ndezën për ta shpëtuar jetën tonë nga mbytja, veç atëherët e kuptove dhe i dhave forcë me sa kishe patë mundësi për me largu kokën prej kovës. Edhe ja ktheu shumë urtë ky plaki në fund, me një buzëqeshje, tha, kur dëshirat e ndezura, dëshirat e flakta i ki për sukses, nuk mundet askush ndalaj. Ka histori shumë interesant, kuptim plotë, është se motivi jon për me arrit diçka duhet ta ketë të njëjtën sasi, domethënë sikur që e mendojmë për me jetu gjatë, për me jetu. Në këtë rast, nëse për shembull ky ja ka fut kokën në kovë, edhe ky në momentet e fundit ka dhënë në gjithë maksimum për me pështu jetën, edhe ne për me rri një sukses të caktuar duhet me dhënë maksimumin e mundshëm për me rri këtë motiv. Me qëndrumi motivum është një kombinim i faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm që e simulojnë një dëshirë për të qenë vazhdimisht të interesuar dhe të përkushtuar për me arrit një qëllim. Pa marrë parasysh se çfarë është situata jonë, normal duhet me qenë të motivuar dhe të uritur për sukses. Edhe pse ka njerë mund me pas edhe sfida shumë të mëdha. Fitues zakonisht që mundin veten janë ato që e kanë një farë fuqie të pamposhtme edhe të palodhshme, edhe këta e bajnë që ata për çdo ditë me kanë për çdo ditë të motivuar. Për shkak se në fundit duhet me kuptu që ai motivimi është esenca e lirisë, esenca pse ti njihesh i lirë dhe rahat. E cila domethënë zakonisht krijohet si shkak i vendimeve kyçe që ti ke marrë për një të ardhme më të mirë. Para jush do t'i paraqes një 6 çelësa për të qenë motivuar gati se të tërë jetën. E para tregoj cila është pseja yte. Qëllimi pse e ban, kauzën, apo edhe besimin
që juve ju shtin me bo ata që ju jeni duke bo për momentin. Njohja e pses është shumë e rëndësishme në hapin e kuptuar, në hapin e parë për ta kuptuar, për ta kriju një jetë të rëndësishme. Kjo nuk kupton që ti duhesh me eksploru, me hulumtu, edhe me gjetë se ku është me të vërtet jete. Duke hinë talentet e tua, duke pa aftësitë e tua, pasionet dhe vlerat e tua. Pyetja që më ndihmu me gjetë këtë pse jam kështu. Çfarë të bën ty gjallë? Cili është ai pasioni yt, ai far motivi që ti të man gjallë për me kry shumë aktivitete? Cilat janë pikat e tua të forta? Si e moti jetën ti? Gjitha suksetet janë një farë arritje kur ta këshysh. Mirë, po çdo suksese që ke pasi, ai ke akumulu, i ke lënë një farë sirtari dikon, apo ato një me kanë një farë vlerët për jetën tonë. A përdor suksesin tënd për me ndihmu tjerët, apo për ta shndruar botën në një vend më të mirë, apo e përdor vetëm për zbukurim dikon në raftet e tua. Gjenja pra cila është pseja yte përfundimtare. Pse ti ke vendosur domethënë që përmendëm ti jesh i gjallë, që ti jesh njeriu më i mirë në botë, për çka ti do mu kujtu në gjeneratat e ardhshme, për çka ti do mu përmend mesin e njerëzve. Gjenja atë pse në tënde. Pika e dytë është një vizion. Vizioni na ndihmon për të krijuar ato që nuk ekziston dhe të bën të shohësh realitetin, domethënë ta shohësh prapa realitetit. Kur shikojmë domethënë për me definu fjalën vizion se çka nënkupton, është ajo e cila na drejton gjithnjë drejt asaj me qenë të zhjuar për me arritur një qëllim caktuar. Shumë organizata ndryshme janë ngritur mbi një vizion apo ide, duke i bërë këto një farë lloj ndërlidhje mes atyre strategjive dhe vizionit të tyre për të arritur një qëllim. Duhet pas parasysh se vizioni është si lloj busulle e cila ka me të orientu se ku duhet ti me shku. Vizioni yt hap dyert për mundësinë të një ardhme më të ngritur. Kur ti nuk ke një vizion të qartë, do të bredhesh, do të kalosh për një angazhim tjetër, duke mos e kuptuar asnjëherë se çka je duke bë, pse je duke bë, edhe duke mos ia ditur asnjë veprimi vlerën e saj. Kur zakonisht ai që do më mri majat e suksesit ka disa pengesa, mirë po vizioni bën që mi të i kalu dhe mi thyr ato pengesa. Për shembull, me pyet veten ku e shohim në 5 vjetën. Me çfarë bindjeve, çfarë vizioni do t'ju kish me përgjigj vetes në atë përgjigje se çka ne mendojmë pas 5 vjetëve. Është vështirë kanjëherë me u përgjigj këtyre pyetjeve, po pse? Për arsye se ne kemi problem në definimin dhe mirë definimin e vizionit tonë, se çka na realisht dojmë, dhe me një farë forme kur ne nuk kemi vizion, atëherë ti kemi vënë limite vetes që shumë sene nuk mund mi bën për shkak se ja kemi kufizuar vetes për me arritur. Gjithçka është e mundur kur ti ke një vizion. Edhe kur ta ndërtosh këtë vizion, pse vizioni do të mos më kanë i madh? Kreativ dhe shpikës i këtij vizionit tënd. Edhe normal sa më parë ti me reaksion për me bëu veprime, aq më shpejt je duke e jetuar atë vizionin, atë mendimin që ti e ke. Në fillim ndoshta mundet me qenë i turbull për shkak se si kupton rrethanat mirë, po ajo veç ka me fillu vizioni me t'i hap rrugë dhe me i pastru disa gjëra. E treta, bëu pozitiv. Sa herë kemi ni këtë fjalë, bëu pozitiv. Mbram, për shembull, kishëm një farë konflikti verbal me dikant, edhe po përgatitesha për temën, se zakonisht natën përgatitem për temën, edhe nuk më isha një fjalë gjys ore me shkruas, me menduas.
se këshire çfarë efekti pat një mendim negativ i dikujt, njerit negativ, mi bo punët e tua. Me qenë pozitiv është shumë e rëndësishme, për shkak se kjo ndikon ata se qysh ne e shohim botën, sot, qysh e shohim në realitetin, qysh mendojmë ne për veten tonë, për çka jemi të interesum. Krejt kjo ndikohet nga që ky besimi ju, nga që kjo ideja jonë se sa jemi ne pozitiv. Qysh e kemi cekë edhe më herët, çka mendon është ajo çfarë ti bësh. Ne shpesh herë edhe morëm këshilla pi shokëve tonë edhe miqve tonë, që thonë habe bano pozitiv, mos tani se kalon kjo punë. Edhe gjonat negative ndodhin për një arsye. Mirë po, ato asesi nuk duhet me na zmravs nga ai vizioni dhe ideja dhe qëllimi jo. Të kesh besim vetveten, ja, të dyta ose e para kjo do të jetë të mbështetesh në Allahun dhe të kesh besim vetvete, janë gjanat më të mira. Në kësi raste kur ki turbulenca dhe të takohesh me njerëz negativ, atëherë zgjedh fjalë dhe qëndrime pozitive. Se une si Nejmedin ose une si Naim do të përballoj me këtë problem. Kjo është problemi unë do ta paraqej, do ta mund. Normal është një farë lufte psikologjike që ti e bën me veten, që mi tregu që ti mundesh edhe s'ban mi caktu vetes limite që i ndikun pe negativitetit. Lexova një një fjalë që thotë për kujtoja vetes begatit, do të shohësh që do të bëhesh më i lumtur. Edhe ti nëse ja kujton vetes begatit, që ju bëjnë të lumtur si familja, shokët, feja, puna, edhe i e falendërues për çato që i ki, me pa që ka me ndryshu ky lloj stili, domethënë, i të jetuar për shkak se ti e ndini veten mirë dhe rahat me ata njerëz që ke pranë vetes. Pika e katërt, njerëzit e duhur. Pse na duhen njerëz të tillë? Pse ne rrethohemi me njerëzit e duhur? Shumë e thjeshtë. Neve na duhet me mri një qëllim dhe një sukses. Për me mri suksesin dhe qëllimin ton, neve na duhen udhëzime për njerëzve, na duhen edhe ndihma për tjerëve. Mirë po, kjo duhet të bëhen për njerëzve të duhen. Se njerëz që jemi ne për shembull japim për çdo ditë dhe marrim energji. Po kjo na bën edhe ka njerë mi liru ato energjit negative që mund më gjenë mesin tonë. Shpenzimi i kohës me njerëz dashur, me familje, shok, njerëz suksesshëm, të qysh na rigjallërojnë apo rivitalizojnë edhe na mbushin baterit me shty këtë motivin tonë. Çdo herë që ne kalojmë kohën tonë me njerëz duhur, ne përmes tyre eksplorojmë ide, eksplorojmë mendime, rrisim informacione me vlerë që na shtyjnë përpara. Për shembull, një shembull shumë interesant, i shprish një anije dikon me një det, edhe thirrën çdo njeri që mirret me motorët e anijes, dhe askush nuk po i bën fije çysh me ndrejt. Derisa vjen një plak që ishte gati ekspert i kësaj pune. E shikon motorën e anijes, edhe me një vend me çakesh i mshon 4-5 herë. Edhe i thot fakturën, ai me ta pagu, thot ja u çoj me posë me pagu ti fakturën. Kur vjen faktura 10.000 euro. Wow, çka ka bon ky për 10.000 euro? Po kjo as 5 minuta as punoj ta. Po a mundesh më nej përshkruaj çka duhet, çka u bë që ka shtrenjt. Edhe kjo është shumë thot. 2 euro kanë kushtuar më shumë me çakesh. Ndërsa 9.998 euro kanë shku se kanë shku, domethënë te puna e informacioneve që i kam se në cilin vend duhet më mshu. Edhe ne, kur për njerëzve duhum, ne morëm që si informacione me vlerë që neve na ndihmojnë me shty përpara dhe me çu idetë tona përpara. Me qëndru me dikant që ju që ju inkurajon për të arritur qëllimet, është një çelës special për motivimin. Ju dëgjues nderuam, është mirë mi filtru njerëz me energji negative, cilët nuk mund me kuptu idenë tënde, nuk mund me kuptu ambicet e tua, cilët nuk mund me kuptu qëllimet e tua, cilët nuk mund me kuptu vizionet e tua, është mirë mu largu prej tyre. Bilon e shkujta më rrom, thash, për njerëzve negativ jam allergjike. Se njerëz negativ do të më dallon një motivim, shumë interesant, do të më dallon një motivim
që qysh mos më bo si ta. Dhe me kuptu se sa keq, për shembull, kur e shet dikant që është negativ në energji, negativ shpreh, negativ eci, që ti si i tillë mos më bo. Këtë motiv do të me ta dhon për më bo pozitiv. Plani. Pika e 5 është plani. Është e vërtetë domethënë qysh se ne në çdo kthes të jetës nuk mundna me pas planifikim për çdo send që del. Mirë, po mund të bëjmë planifikim vjetrashë, për shumicën prej tyre. Ti duhesh zakonisht te planifikimit me qenë fleksibil, që për çdo send mu përshtat situata të papritura. Kur duhet edhe normal ti eliminosh ato dyshime që i ki në mendjen tënde sepse manifestimi i vizionit që e ke boti një plan caktu. Mirë, po plani nuk realizohet me njëherë. Normal që merr kohë dhe duhesh me pas durim në arritjen e atij plani dhe atij vizioni. E sfidon veten në qëndrueshmëri se sa mujt me kalu për shembull, sikur në këtë rast e emisionit që kemi. Ky është emisioni i katërt, po dhe ne jemi duke sfiduar veten se sa mund më përgatit edhe me qenë qëndrueshëm këtë emision. Po edhe të në objektivat e tua që ja ke vënë vetes, kontrolloj veten në rutinë dietore. Për shembull, sa jam duke arritur në çet planin tim. Nëse plani jot nuk funksionon, mos e ndro qëllimin, se qëllimet janë një herë mo. Mirë, po bëjë një plan më të mirë. Plani normal është i padobishëm pa veprim. Puno fillimisht me bëu një plan të mirë fillt, edhe me punu në stazat afat gjate edhe në stazat afat shkurte. Edhe normalisht për çdo ditë e menaxhon sa më mirë duke i largu ato pengesa për me çuçi atë vizionin tan vendin e duhur. Pika e 6 është premtimi. Punët e tua askush nuk mund t'i bëjë përveç se ti. Ky është realitet. Desh e mohojmë, desh se mohojmë. Disa njerëz për shembull e shikojnë veten pasqyrë dhe është mirë me shikuar veten pasqyrë dhe me ja kallëzu se çfarë lloj përgjegjësie kiti mbi shpinën tonë, se ti i përgjegjës për të ardhmen tonë, ti e përgjegjës për lumturinë tonë, ti e përgjegjës për punët e tua. Edhe këta, kur ta shikosh veten pasqyrë dhe ja kujton përgjegjësitë, e kupton edhe potencialin që ti e ke në veten tonë. Nga njerë në di me morë dhe vendimet këqia që kemi gabu në to. Mirë, po këto vendimet këqia nuk më nashtina me konë të vështirë me vetë vetën, nga se përmes gabimeve ne kemi morë një përvojë, sikur që është thonë të Thomas Edisoni kur ka shpik dritën, në 999 provat, e ti dhe një që dheze, a unë e kuptova që është 999 forma nuk bëhet drita, e bëhet vetëm njënën. Edhe ne kur ne gabojmë, duhet me mësu vetën që këto gabimet është një mundësi për me reflektu dhe mi po gabimet tona, dhe mi po metat tona që në talë mos mi përsërit, edhe përmes tyre ne i rrisim edhe përfitimet tona në ide, perspektiv, po edhe në atë kuptimin që ne kemi morë mësim prej të kaluarës. Besoj kam qenë i qartë, sikur ai mjesht i anijës, nashta fjalët e mia nuk vlen në 1998, po nashta ka 5000 që me këtë temë jam rrit. Po ne? Ne çka më bën për shembull kur një person është ka vullnet me punu një profesion tin apo ja që lodhet, edhe pra fillon me një punë tjetër. Edhe aty lodhet, domethënë negligjenca çapo diune, pra fillon tjetër, domethënë që thot popullohet që kërkon s'po mundet me zoven. Edhe mendoj që ka probleme me pas sukses kur i ndron shpesh herë punën ose profesionin, se tamam fillon me arrit një sukses pezon në moderim ose në gazetari ose diçka, fillon me ndru prap punën e ka problem me u stabilizua, po. Po, e përmena, kur ne kemi një vizion, më thonë, një ide, një qëllim në jetën tonë. Në këtë rast, nëse ka vendosur të me konë moderatori më i mirë në Kosovë, atëherë ti kemi punu për këta. Tash nuk kemi morë mesene dytësore, që mund me shqetësu. Edhe me këshyrë vetëm për çka jetë, me zbulu që të pse, për çka ti jeton, çka ty të manë gjallë, cili është pasioni jëtë.
Në momentin që ti nuk e gjen këtë, atëherë të përmend, ki me bredh, sa këtë punë, atë punën tjetër. Nashta në fazët e rinis lejohet me bo këtë brevje, po mos me shku ta njëta të brevj për një profesion tjetër. Po nashta me brevj pak në të moshën e rinis, derisa të mrish me gjithë veten se unë për çet punja. Ne që falenderit shumë, dëgjojmë për të mirë inshallah. Selam aleikum, Allah të shpërbleft. Wa aleikum selam.